Përshëndetje dashur miq. Do të bëj një refleksion lidhur me çfarë ndodhi datën 28 nëntor, ditën e pavarësisë së Shqipërisë, dhe qasje që kanë jo vetëm qytetarët, por edhe politika ndaj dhe historia ndaj atyre që themeluan shtetin shqiptar. Si gjithmonë, çdo vit në Vlorë shkojnë presidenti, pra autoritetet më të larta të vendit, kryeministër, madje viden nga trevat shqiptare, nga Kosova, kështu me radhë, dhe liderët e tyre, dhe bëjnë atë ritualin e përvitshëm, shkojnë që në të tufat me lule apo kurorat aty tek vari që quhet Ismail Qemalit, apo shtëpia ku është ngritur flamuri e Xhamit Bejvlorës, por askush nuk reflekton. Është e njëjti ritual, shablon, ashtu siç ka qenë në kohën e komunizmit, që vinin, çonin ato tufat me lule, largoheshin. Askush nuk bën një reflektim për të parë kush janë këta 40 firmëtarët shtetbërësit, sepse bota i quhet shtetbërësit. Kush janë nga vinë, çfarë fati patën këta? Familjet e tyre kështu me radhë. A kanë varre sot këta? A është e mundur që shteti shqiptar t'i ketë një vëmendje të shtuar mbi këta shtetbërës? Padyshim që jo. S'ka asnjë reflektim. Sot të gjithë 40 firmëtarët e pavarësisë janë pa varre. Pa varre. Ata padyshim që u persekutuan, se duheshin persekutuar që nga data 29 e tutje, por edhe në këto 34 vite demokraci, askush nuk është kujtuar që të bëjë një panteon për shtetbërësit, për baballarët e kombit, siç i quhen bota. Në 100 metra katror, ata ishin të pasur, s'kishin nevojë fare të zinin tokën dikujt e të bëhesh ky mund të themi vlerësim për ta. Këtu nuk ka mbetur më në këtë vend pa marrë toka shtetërore, toka private, vith, hajdut, që i bëjnë edhe fresk çdo ditë pushtetarëve, qeverisë, kryeministrit, e lloj palaçosh që drejtojnë vendin. Dhe nuk gjen nga ky vend, ky shtet sot 100 metra katror ku të bëj një mauzoleum aty, ose ndërtoj një panteon për baballarët e kombit. Ja. Dhe këta festojnë. Këta nuk dinë më. Në pjesën nëse do pjesë kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Fierit, nuk dinë kë kanë firmëtar, kush kanë qenë delegatët e qyteteve të tyre. Kjo është shumë e trisht kur e mendon dhe kur bën një analizë. Pra vlonjatët nuk dinë 5 firmëtarët e pavarësisë që ishin delegatë të Vlorës. Fieri jo, Fieri Mallakasha jo. Lushnja jo. Pa dyshim dhe Tirana nuk i di kë ka patur delegat. Vazhdon ai rituali pisët, mashtrime, historisë komuniste. Fytyra të ndyra i shikon aty ngre flamurin, ku ndërkohë ata kanë persekutuar pasardhësit e firmëtarëve të pavarësisë. Lloj llumi i shikon aty. E lloj hedhin lloj tezash për pavarësinë, pa e ditur fare çka ka ndodhur. Ka dhe në ata që bëjnë si një ditë normale, një datë normale. Ja, kjo është Shqipëria sot. Nderojnë, mblidhen të palo president, mbledh të pallati i brigadave që e kanë ato, dhe me emra komuniste dhe këto. Mbledh politikën ai, mbledh njerëz të artit, muzikës, të gazetarisë, dhe nuk vlerëson, ai nuk di emrat, pjesë i presidentit e Republikës nuk di emrat e firmëtarëve të pavarësisë. Po, nuk di emrat. Nga palaço dhe gjithmonë, që nga kryeministri, një sharlatan që nuk e ka iden fare, dhe u zotua që do bënte një panteon, ai artisti mathi juaj, ai patrioti mathi juaj. Nga kjo është Shqipëria sot. Fake. Tani dilni dhe festoni 29 nëntori. Tani pasi festot 28, festoni 29. Ata që vranë këta të 28-ës. Pra festoni 29-ën, me që vranë këta të 28-ës. Ja, kjo është. Hajde tani, e vazhdoni, futushani mua. Hajde, bye.